Ajo do ma hap mua derën e shtëpisë. Bashkëshorti dhe bashkëshortja ranë dakord që ditën e parë të martesës së tyre nuk do t'ja hapin derën askujt. Ditën e parë të martesës së tyre, tek ata shkuan familjarët e bashkëshortit. Ata trokitën në derë. Të dy bashkëshortët vështruan njëri tjetrin dhe zbatuan marrëveshjet e tyre. Familjarët u larguan. Nuk kaloi shumë kohë dhe tek shtëpia e tyre erdhën familjarët e bashkëshortes dhe trokitën në derë. Bashkëshorti hodhi vështrimin tek bashkëshortja e tij dhe shikoi që asaj i lotuan syt dhe tha: "E kam të rënë që të shikoj prindrit e mi pas dere dhe të mos ja hap atyre derën." Bashkëshorti nuk foli dhe qëndroi i heshtur. Bashkëshortja shkoi dhe ja hapi derën familjarëve të saj. Kaluan vite dhe bashkëshortët u begatuan me 4 djem dhe më pas një vajzë. Kur lindi vajza, bashkëshorti u gëzua shumë dhe preu kurbane për lindjen e saj. Njerëzit e pyetën të habitur: "Cili është shkaku që ti u gëzove më shumë me lindjen e vajzës si sa me lindjen e djemve?" Ai u përgjigj: "Kjo është ajo që do ma hap mua derën e shtëpisë. Kush nuk e njeh femrën, nuk ja njeh asaj vlerën."